Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor do të mblidhen të hënën në Durrës për samitin e iniciativës së Bordo Brioni me fokus kryesor perspektivën europiane të rajonit dhe zbatimin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Samiti, i cili mbahet nën motën intereset e përbashkëta, angazhimi i përbashkët për një të ardhmen të përbashkët, së bashku drejt BE-s, organizohet nga presidentët e Slovenisë dhe Kroacisë, Nataša Pirc-Musar dhe Zoran Milanović, dhe drejtohet nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Presidentja e Republikës së Maqedonisë së Veriut Gordana Silanovska-Davkova veç më ka arritur në Durrës për të marrë pjesë në samit. Përveç Silanovskës, të pranishëm do të jenë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović dhe antarët e presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Iniciativa Bordo Brioni synon të lehtësoj përpjekjet e vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Një nga pikat kryesore të samitit në Durrës është plani i rritjes së BE-s, për të cilin Bashkimi Evropian ka krijuar një instrument financiar me vlerë 6 miliard euro për periudhën 2024-2027. Këto fonde synojnë të përshpejtojnë reformat dhe të nxisin konvergjencën ekonomike të rajonit me BE-n. Shpërndarja e fondit për vendet e Ballkanit Perëndimor pritet të jetë si vijon: Shqipëria mbi 920 milion euro, Serbia mbi 1.5 miliard euro, Bosnja dhe Hercegovina rreth 900 milion euro, pas uljes me 10% për shkak të vonesave në plan, Kosova 880 milion euro, Maqedonia e Veriut mbi 750 milion euro dhe Mali i Zi 380 milion euro. Iniciativa Bordo Brioni, e cila synon në nxitjen e bashkëpunimit të ndërsjelltë dhe integrimin evropian, mbahet çdo vit nga themelimi i saj në vitin 2013. Vitin e kaluar, samiti u zhvillua në Malë të Zi. Atje, udhëheqësit u angazhuan për marrëdhënie të fqinësisë së mirë, reforma të mëtejshme dhe zbatimin e agjendës së gjelbër për rajonin. Takimi i këtij viti në Durrës pritet të vijojë me të njëjtin zotim, duke i dhënë rëndësi të veçantë dimensionit ekonomik.